Mirë se erdhët në episodin e radhës të ndryshe por bashk. Sot do të flasim për komunikimin pa fjalë, për lidhje të forta të cilat krijojnë dhe në heshtje. Do të flasim për sfida, por edhe se si mund të krijojmë mënyra më të mira komunikimi me fëmijët tanë. Kam kënaqësinë që sot të kem të ftuar zonjën Valentina. Mirë se erdhe. Prind i 2 fëmijëve tashmë të rritur në spektrin e autizmit, jo verbal, dhe lokopedin Elis Musaraj, lokoped dhe terapist në qendrën Lumtur Dhimbje. Mirë se erdhe. Zonja Valentina, çfarë mund na thuash një përshkrim të shkurtër, si mund të na i prezantosh pak djemtë e tu? Djemtë e mi janë binjak, janë në moshën 27 vjeç. Quhen Mario dhe Mateo. Mario dhe Mateo. Po, janë 2 tipe të kundërta, edhe pse janë binjak, po janë të ngjashëm. Në karakteret e tyre ngjajnë vetëm në fizik, por në karakter janë të ndryshëm. Njëri është më i qetë, më i ndjeshëm, tjetri është më impulsiv, më i shkatët në atë stilin e tij. Zonja Valentina, kur e keni kuptuar ju që diçka nuk shkon në zhvillimin e tyre, që ata nuk po zhvillohen tipikisht? Po që në moshë të vogël. E shikoja që diçka nuk po hecte në normalitet, sepse kisha arrit dhe një fëmijë tjetër dhe kisha eksperiencë të fëmijëve. E shikoja që s'po hecnin mirë, tek pjesa e të folurit më shqetësonte më shumë, sepse fiziku i tyre ishte shumë i mirë. Aty filluam pastaj të bënim gjithë ato ekzaminimet. Ku drejtuat fillimisht? Në fakt, fëmijët e mi kanë lindur në Greqi, unë jetoja në ato vite atje dhe të gjitha vizitat i bërëm andej. Domethënë, edhe diagnozat e para i mora atje, pastaj me rikthimin këtu kam marrë edhe këtu diagnozën. Për sa i përket mjekësisë shqiptare dhe kështu. A janë përfshirë në terapi fëmijët që në fillimet e tyre? Në fakt, ishte pak e vështirë dhe atje të gjeja kopshtet, sepse edhe atje njihej shumë pak kjo pjesa e autizmit në vitet që lindën fëmijët e mi, dhe nuk është se mi pranonin dhe në kohë, por kishte vështirësi, megjithatë gjeta një shkollë speciale dhe djem filluan klasën e parë në shkollë speciale atje. Po, si arrititi kuptonet nevojat ose dëshirat që kishin fëmijët e tuaj në moshë të hershme? Vetëm thjesht shërbimi i nënës dhe instinkti i nënës, se nuk është se kishin, ata nuk flasin të dy. Kështu që vetëm me instinktin e nënës që i kuptoja, nuk është se kishin edhe atë, ishin të gradës së rëndë dhe nuk e kishin edhe atë të tregonin gjërat dhe vështirësitë që kishin. Kështu që unë duhet të mendoja esha mirë çfarë kam, mos i dem diçka, mos ka ndonjë shqetësim tjetër, do diçka, mos do të haj, mos do. Ishin shumë gjëra bashkë që duhet në mendjen time ti mendoja dhe të gjeja çfarë mungonte atyre dhe çfarë donin aktualisht. Cilat kanë qenë frikrat tuaja më të mëdha në fillimet kur sapo morët diagnozën, për shkak ndoshta të mungesës së informacionit dhe strukturave të posaçme? Informacion ishte zero, nuk kisha informacion fare, por duke jetuar me ta, mësova të jetoj me ta. Mësova të kuptoj vështirësitë e tyre. Ishte shumë e vështirë. Kjo pjesë një shumë e lehtësim pa vështirë. fjalë. Bravo. Duhet të bëhesh psikolog, doktor, gjithçka, domethënë që të kuptoje mënyrën për t'i shërbyer atij, sepse ai nuk ta shprehte shqetësimin që kishte. As nëse donte ta ante, as nëse kishte nevoja të tjera. Asgjë. Keni patur mbështetje gjatë kësaj kohe? Nuk është se kam pas në një mbështetje të madhe, sidomos nga shteti është, le të themi, zero, sepse është vetëm ajo pjesa e kempit që na jepet edhe asnjë gjë tjetër. Si duket dita e tyre sot? Si e kanë të organizuar ditën? Dita e tyre në këto vitet e fundit është lehtësuar, disi për ata dhe për mua. Fakti që të dy djemt tani shkojnë në qendrën Lumtur Dhimbje, që në vitin e parë që u hap, për mua ishte një lehtësim i madh, po dhe për ata është një lehtësim i madh. Sepse atje marrin terapi, kalojnë ditën me shokët e tyre,
edhe e mbushin ditën më mirë, më bukur. Edhe për mua është një lehtësim, sepse pak orë largohen, dhe unë merrem me punët e mia dhe me shërbimet e tjera në familje, sepse jam edhe vetme, jam kryefamiljare, bashortin e kam humbur para 21 vitesh dhe më duhet të kryej të gjitha vetëm. Por duket sikur Qendra Lumturor Dhimbjen ka krijuar një strukturë shumë të mirë për të rinjt dhe të rriturit në spektër, duke u ofruar jo vetëm terapinë, por edhe shoqëri, aftësim praktik dhe një vend ku ata të ndihen të sigurt, të ndihen të lumtur. Po nga ana terapeutike, cili është synimi që kanë për momentin fëmijët? Tani, të dy janë të ndryshëm, si që thash, edhe në tipin e tyre dhe aftësitë e tyre për të mësuar. Njëri është goxha, ka ecur përparuar, Mateo është edhe më i vëmendshëm, ka shtuar dhe fjalorin, është edhe më praktik, urdhrohet më kollaj, domethënë është më i menaxhueshëm. Mario është pak më i vështirë, megjithatë çunat ja kanë dalë, të gjithë stafi i Lumturor Dhimbjen është, mund të them, nga më të mirët, nëse do ekzistojnë edhe qendra tjera në Tiranë, se unë nuk di, nuk njoh tjetër, fakti që kam jetuar jashtë dhe nuk kam bërë me qendra tjera. Kështu që stafi i Lumturor Dhimbjen jam shumë e kënaqur, si për fëmijët, për terapinë që marrin, për sjelljen e tyre ka shif fëmijëve, ama edhe për mua si nën. Gjë që kemi diçka që s'na shkon, apo diçka që kemi në një pyetje, në një gjë, në mbështetje, sikur ti kemi familje. Vërtet. Për pjesën e qendrës dhe se si shkojnë marrëvajtja e terapive atje, duhet pyesim pak më shumë Elisin. Patjetër. Në fillim, në fakt, kur e kam takuar Marion edhe Mateon, të dy kam pasur një komunikim bazik, jo verbal të dy, sidomos Mario. Ndonjëherë vetëm tregonte me kisht ose shkonte merrte vetë gjërat që donte, ky ka qenë komunikimi më i mirë që ka pas marrë. Ndërsa Mateo ka qenë thjesht një i rritur, por me kolali. Përsëriste fjalët. Përsëriste atë që dëgjonte ose që i thoja. Në bazë të nevojave të tyre kemi hartuar plan individuale për secilin, për Mateon, por edhe për të rinjt e tjerë. Çdo individ që merr terapi. Individ që frekuenton qendrën, të cilat përfshin logopedi, komunikim individual, funksional, do të thënë që atë kolalin t'ia kthejmë në një komunikim funksional, për të kërkuar gjërat bazike që ai ka nevojë. Terapi arti, terapi sensomotore, kemi filluar të implementojmë tani. Cila nga këto lloj terapish u pëlqen më shumë binjakëve ose i secilit prej tyre, meqense kanë dhe karaktere? Në fakt kanë dy drejtime të ndryshme, sepse Mario ka kaluar nga një fazë shumë të vështirë, sepse ka qenë i izoluar. Mario në fillimet e veta nuk pranonte fare të bashkohej me grupin, rinte i ulur në kuzhinë, thjesht kishte krijuar një lidhje emocionale me Adelinën, e cila është kuzhinierja. Kishte krijuar, po se rinte gjithë ditën me atë dhe krijoi një lidhje emocionale shumë të fortë dhe nuk pranonte të bashkohej me pjesën tjetër të grupit, as me ne, kemi pas shumë të vështirë. Kjo ka qenë nga vështirësitë më të mëdha të punës me Marion. Por avash kemi thyer këtë dhe tani bashkohet me ne, bëhet pjesë e festave, kur ka ndonjë ditëlindje ose ndonjë festë. E kam parë dhe unë realisht në disa angazhime të qendrës. I kemi dhënë detyra të vogla përgjegjësi, si të thuash në thonjza, të cilat lidhen drejt për drejt me higjienën, me pastrimin, dhe ai ka kthyer në rutinë këto përgjegjësi. Dhe di, mbasi mbaron dreka, Mario pastron i merr ato mbetje dhe jetë tek vendi i duar, do të thonë është detyra e Marios kjo. E bën më së miri. E kryen me kënaqësi. Po kjo është rutina, do të thonë rutina që ju shërben. Ne kemi kthyer në një rutinë funksionale. Ndërsa Mateo po ka bërë shumë arritje, apo kolalin e ka kthyer në një komunikim bazik, ka komunikim por funksional, gjërat që do. Sa kohë kanë që janë në qendrën? Rreth 3 vjet që në ditët që është hapur, por unë 2 vjet. Grupi i parë që është hapur në qendër, bashkuar me qendrën, vitin e parë nuk kam qenë pjesë e qendrës. Dhe
e ka kthyer këtë ekolali në një komunikim bazik por funksional. Do të thënë kur kërkon i pihet ujë, kërkon me fjalë ujë, kush do shkojnë në tualet thot tualet, por me artikulim jo të saktë, por ne e kuptojmë. E kuptueshëm. Po pra, ky është qëllimi, nuk Ta është kuptojnë dhe ata që na ndjekin, pjesa e ekolalisë është ekolalia është përsëritja e fjalëve, frazave, varet nga niveli pastaj. Jo në kontekst, thjesht ai e dëgjon edhe e përsërit. Është ndarë në disa faza, por janë çështje teknike ato. Cilat janë synimet tuaja për në vazhdim të terapisë? Këtë doja të thoja që synimet nuk janë vetëm që të flasin ose të përmirësojnë komunikimin, por të përmirësojnë cilësinë e jetës, ata të aftësohen për veten, të vetë kujdesen, të një ëndër shumë e madhe, por jo e parealizueshme është që të punësohen, ata që kanë mundësi të paktën të arrijnë të punësohen diku, sepse ky është një shërbim i munguar thotë ne shumë pak fëmijë ose të rinj apo të rritur me autizëm, por edhe me çrregullime të tjera arrin që të punësohen. Dhe kjo është Zonja Valentina, e mendoni ju një dëshirë ose një ëndër tuaj që pinjakët ose njëri prej tyre të punësohet në një punë që ai mund ta ketë lehtë? Pa diskutim që kush prind nuk do ta donte këtë. Biletë të dytë do ta doja, por puna që nuk e di se sa do arrin ta kapin atë pjesën e shërbimit e gjërave, sepse janë të gradës goxha të rëndë. Por një punë shumë të madhe në fakt, sepse duhet çdo proces duhet ta mësojmë fillimisht mekanikisht, pastaj ta vendosim në formën e një pune. Për shembull, po marr një shembull shumë të thjeshtë, merr kutinë, vendose në raf. Një procesi duhet të njohim kutinë, çfarë është kutia dhe çfarë është shish. Kështu që po prapo. Janë shumë gjëra. Janë faktikisht ne ndoshta e shikojmë si diçka shumë të vështirë. Por ndonjëherë, sidomos jashtë në Europë janë shumë të përfshirë dhe personat pavarësisht vështirësive të mëdha që kanë me anë të normalisht suporteve që vijnë edhe nga shteti dhe strukturave më të mira, por edhe me pjesën e ndihmës vizuale. Dhe ndoshta nuk është dhe ai që largët të ne nëse neve do flasim për këto gjëra sa më shumë edhe të bëjmë thirrje edhe institucioneve të cilat të nxisin dhe bizneset, të afrojnë persona me aftësi ndryshe, por duke u dhënë edhe ndihmë. Patjetër, sepse që të punësohet një i ri apo një i rritur me autizëm, duhet patjetër që të ketë një kujdestar për të, që t'i ri nga mbrapa, sepse autizmi që ndan në nivele, mund të jetë një fëmijë i nivelit të parë, një fëmijë, një i rritur i nivelit i gradës së parë që është shumë e lehtë, ai mund të ndjek proceset shumë mirë, shumë natyrshëm, por nëse thellohemi akoma më shumë është e domosdoshme pranë një punonjësi social i cili ta vëzhgojë. Kështu që duhet patjetër mbështetje nga instancat shtetërore. Patjetër. Dhe kjo është një thirrje shumë e madhe. Mbështetje, duhet ta mbështesim shumë. Mbështetje. Kur themi jo verbal, a do të thotë që këta fëmijë nuk kuptojnë, sepse ka një keq kuptim shumë të madh, Dikush shikon që një fëmijë nuk flet dhe hamencojnë direkt që ky fëmijë nuk kupton edhe flas ndoshta edhe në mënyrë të papërshtatshme në sy të fëmijës për fëmijën. Jo detyrimisht do të thotë që një fëmijë jo verbal ai nuk kupton apo ai nuk mund të shprehë emocionet apo ai nuk ka ndjenja, dhe ky është gabimi më i madh që mund të bëhet, që një personi apo një fëmijë jo verbal ti thuash që ai nuk kupton. Jo verbal do të thotë që ai nuk e përdor komunikimin ose fjalën për të komunikuar funksionalisht dhe për të kërkuar, por përdor gjestet, përdor shikimin, mund të tregoj thjesht edhe një mimik, bën sjellje për të komunikuar, dhe është aftësia e prindërve ose e gjithë rrethit shoqëror dhe terapistëve që ti kuptojnë këto sjellje, do të thonë ti analizojnë se çfarë do të thotë fëmia apo i rrituri me këto sjellje dhe ti përkthejnë në gjuhë, në komunikim, sepse nuk është thjesht fjalë. Jo, komunikimi absolutisht nuk është vetëm fjala komunikimi. Komunikimi është çdo gjest, edhe çdo lidhje që ata ndërtojnë. Valentina, duke folur mbi këtë temë, a keni pasur komente të ndryshme nga njerëz të ndryshëm, të cilët mund t'ju kenë lënduar her pas here? Se si keni reaguar ndaj këtyre? Një moment do vinë të kuptojnë njerëzit, por ajo që ju them duhet t'japin sa më shumë dashuri te këta persona,
sepse këta ka nevojë për shumë dashuri dhe për respekt ndaj tyre. Respekt dhe dinjitet, si çdo person tjetër mbi këtë botë. Kanë nevojë shumë për dashurinë dhe respektin ndaj tyre. Ata kuptojnë gjithçka. Edhe pse nuk flasin, ata kuptojnë. Me shikim, mënyra se si e shpreh natyra që tregon një njeri agresivitetin apo inatin, ata e kuptojnë menjëherë. E vëre tek fëmijët e mi, unë kam eksperiencë me fëmijët e mi. Ata e kuptojnë menjëherë nëse një njeri e fyen ose i flet me inat ose e kuptojnë. Faktikisht gjatë eksperiencës time, unë kam vënë re që është besimi im, që këta fëmijë ndjejnë edhe energji. Përveç fjalës, shikimit, po thjesht edhe nëse fjala mund të jetë e ëmbël, po energjia është me një paragjykim ose shikimi që i japin njerëzit. Shikimi, e kuptojnë që në shikim. E kuptojnë nëse një person i ka pranuar, po i jep dashuri, po përpiqet t'i kuptoj, apo është dikush i cili po e shikon me një lloj paragjykimi, me një lloj distancimi dhe përbuzje, mund të them. E vërtet. Është saktë kjo që thua. Sepse shikoj tek Mario, sidomos se ai e shpreh më shumë atë pjesën kur e kupton tjetrin që nuk e afron fare, i ri në distancë. Ndërsa kur është një njeri që e pranon dhe i flet vute, mundohet që t'i ri afër dhe ta përqafoj që Mario nuk përqafon te kur. Po, të gjithë duan, por ai është shumë i vështirë dhe njerëzit i qëndrojnë pak me distancë dhe por jo të gjithë kur dikush i jep dashuri ai menjëherë e shfaqet dhe përqafon. Valentina, ju e keni ndjerë paragjykimin në ambiente të ndryshme në shkolla kur kanë qenë fëmijët më të vegjël? Pa diskutim që paragjykimi ekziston. Dhe unë që jetoja në Greqi, normalisht që kam qenë shumë e paragjykuar. Se fëmijët shkonin në shkolla atje, por duke ju treguar unë si nën me aftësitë e mia, me kujdesin që tregoja ndaj fëmijëve, ju dash të kuptoja që isha shumë e zonja dhe ja dilja shumë mirë edhe pse e vetme dhe ndryshoj mendimin e tyre. Ndryshoj. 100% ndryshoj. Ka ndonjë moment cili mund ta veçoni ku ju jeni ndjerë krenare për fëmijët tuaj? Krenare. Kur ato t'i japin atë, ke parasysh stimulimin e dashurisë, atë që diçka u ka pëlqyer dhe ti ndihesh, sepse nuk është se kanë, domethënë, aktivitete të ndryshme që të japin atë krenarin që arritën diçka. Megjithatë me Mateon diçka kam ndjerë tek shtesa e fjalëve që ka filluar të thotë më shumë. Aty, domethënë, më jep një kënaqësi shumë të madhe, po edhe një trishtim të madh. Normalisht shkojnë të dyja bashkë, sepse duke parë që është në aq moshë të rritur, dhe të flasi fjalë që sikur e pret nga një fëmijë i vogël, domethënë është gëzim edhe trishtim njëkohësisht. Vështirë. Por janë këto pikërisht të hapat e vogla, këto gjërat e vogla që ne duhet të gëzohemi shumë edhe duhet vazhdojmë të këmbgulim, të besojmë që ndoshta komunikim i vogël tani do të shtohet akoma më tej. Fillimi i këtyre fjalëve a ka lehtësuar komunikimin tënd ndaj fëmijëve? Po, pa diskutim, po. Po, i kuptojnë gjërat më mirë, mundohen t'i aktivizojnë në shtëpi. Domethënë janë gjëra që vlejnë edhe për ata, po dhe për mua, ma lehtësojnë punën me ta. Pa diskutim. Do doja akoma më shumë, shpresojmë. T'ja arrim me Elisin bashkë, me çunat, me të gjithë stafin e qendrës. Më të mirë, po. Është shumë e vërtetë që kur rritet komunikimi zbehet edhe sjellja, sepse ne ishi gjithë Chelsea. Si të kuptojmë me njëri tjetrin. Kështu që edhe Mario edhe Mateo, që të dy edhe Mario, me mënyrën e vet komunikojnë, ne tashmë e kuptojmë. Ja kuptojmë nevojat, se më përpara nuk e kuptonim. Ai bërtiste, ulëriste, tonte ujë. Po një gjë të thjeshtë. Po ne nuk e kuptonin, në qenë fillimet, nuk e njinim. Sa u krijuan ato marrëdhëniet, terapist i ri, po i quaj se na mësoj gjithmonë kemi punuar në moshat e eshme dhe themi fëmijë, por ata janë të rinj. Ne vërtet. Po pra, janë të rinj. Kështu që i gjithë Chelsea është komunikimi dhe si ti kuptojmë. Elis, çfarë duhet të bëjë një prind i cili shikon që fëmia e tij nuk po fillon të flasë? Në të cilën moshë ai duhet fillojë të shqetësohet dhe ku duhet të drejtohet? Atëherë, gjëja e parë është nëse fëmia shmang kontaktin me sy. Nëse fëmia nuk drejton gishtin 12 muajsh, nëse fëmia nuk fillon ato belbëzimet e para apo
komunikimin nëpërmjet zërave 18 muajsh, nëse ai arrin moshën 2 vjeçare dhe nuk lidh 2 fjalë bashkë, ato këto janë alarme shqetësimi. Dhe prindi duhet i drejtohet profesionistit logopedit ose një profesionistit tjetër të zhvillimit. Po ndonjëherë prindet thonë që daja ka folur me vonesë, po babi kështu ka qenë dhe justifikohen pak me Pikërisht me të pjesën e familjes. Pikërisht, jo çdo vonesë është apo çdo vonesë në fazën e zhvillimit mund të kalojë vetë. Kështu që konsulta me specialistin është gjëja më e mirë që mund të bëj prindi. Më mirë të jemi të sigurt. Më mirë të jemi të sigurt sepse specialisti janë nda, nëse kjo gjë mund të kalojë vetë, i jep disa këshilla apo disa rekomandime që mund t'i zbatojë në shtëpi, apo kjo gjë do ndjekur me terapi. Para disa ditësh, një kolegja ime po më tregonte për një fëmijë të vogël, po themi disa muajsh, rreth 18 muajsh, e cila po kërkonte një kështu kontakt të ëmbël me një person, donte të qeshte, beluzonte dhe jo ma ç'a bënte, direkt i fuste çuçi në gojë. Domethënë, ka ca gabime të cilat i bëjnë prindrit ndoshta pa e kuptuar në lidhje me pengimin e të folurit të komunikimit. Gabimi i parë është që nuk duhet të mbivendosemi mbi fëmijën. Domethënë, fëmia kërkon të shpreh diçka, ne t'i themi thue bukur, mendoj dhe një herë, po e the gabim. Gabimi numër 1. Gabimi numër 2 është që nuk duhet të plotësojmë atë çka kërkon të flas fëmia. Domethënë nuk duhet të jemi overprotected, le ta them. Gabimi. Ky është një gabim që mund ta kem bërë dhe vet. Të gjithë e kemi bërë. Unë kuptoja që çfarë donte dhe plotsoja dhe ja jepja direkt e mbaruar. Është tipike çdo prindi kjo gjë. Sidomos nënës. Po, dhe mos vuam fëmijë. Gabimi i tretë dhe më i rëndësishmi është që ne nuk duhet të flasim në praninë e fëmijëve, sigur ata nuk na kuptojnë apo ata nuk munden apo në rastin e fëmijëve jo verbal që po do flas ndonjëherë, domethënë nuk do ta shprehim atë frustrimin apo atë shqetësimin që kemi në sy të fëmijës sepse ne mendojmë që ata nuk e kuptojnë, por në të vërtetë ata e kuptojnë shumë mirë dhe pa dashje ne lëm një plagë te fëmijët. Vërtet, shumë vërtet. Po teknologjia, a e ndihmon apo bën të kundërtën? Atëherë te teknologjia kjo duhet ndarë në dy pjesë, sepse teknologjinë do ta shikojmë si teknologji, mjet, aplikacion, mjet që ndihmon komunikimin terapeutik, edhe teknologji si ekspozim ndaj ekraneve. Nëse teknologjia përdoret nga një terapist edhe nga prindit në mënyrë të përgjegjshme, e ndihmon shumë komunikimin sepse mund të zhvillojë një komunikim alternativ. Tani janë krijuar shumë aplikacione të cilat e ndihmojnë komunikimin, si Pexi është bërë program virtual, nuk kemë nevojë të mbash fletore, kështu që e lehtëson këtë. Ndërsa teknologjia si ekspozim ndaj ekraneve që në fëmijëri në moshat e hershme është shumë e dëmshme. Absolutisht dhe kategorikisht deri në 5 vjeç fëmia nuk duhet të ketë asnjë lloj ekspozimi. Deri në 5. Deri në 5. Por në Shqipëri jemi të ndërgjegjshëm, nuk e bën asnjëri, kështu që nëse arrim deri në 3 vjeç, ta mbajmë pa ekspozim ndaj ekranit, jemi shumë mirë, deri në 5 vjeç, 1 orë maksimumi, gjëra shqip, t'i vendosim filma vizatimor që ndërveprojnë, që flasin, se janë disa kukulla që janë pa zë, janë të dëmshme. Kukullat pa zë janë të dëmshme. Qofse në moshën e hershme. Në moshën e hershme. Valentina, si është marrëdhënia binjakëve me teknologjinë? Nuk është se kanë qenë shumë të lidhur me teknologjinë, Mateo ka pas, domethënë, atë dëshirën për të parë më shumë televizorin, edhe telefonin, domethënë e mban për të dëgjuar muzikë, kështu i pëlqen muzika. Por Mario Mario ka qenë kundër kësaj, nuk ka qenë fare i interesuar për atë pjesë. E ka zgjetur vetë atë pjesë. Nuk ka interes fare për atë pjesë. Bile dhe kur ulet mbrapsht mos ta shikoj televizorin fare në shtëpi, po nuk ka interes fare. Sa mirë. Ndërsa Mateo shikon një film, muzikë dëgjon në telefon, është ka ato interesat e veta. Ka interesa. Po jo, nuk ri shumë orë, domethënë përpara. Lëvizën për shtëpi dhe ka ato ritualet e veta, i them unë, bën ritualin. Ato xhirot në për shtëpi, kështu. Kur i them ma jep diçka, domethënë urdhërohen në këto gjërat kështu. U pëlqen që të bëhen të ndihmues. Të bëjnë diçka. Mateo sidomos po, i pëlqen. I pëlqen të jetë aktive dhe fillon e qesh kur e bën diçka. Është i kënaqur që arriti ta bëj atë.
Se Marion e kemi pak pasha i themon. Sepse kur i them, më shikon një herë që e keme gjithmonë që do ta bëj unë këtë gjë. Dhe e lëm në dëshirën e tij sepse kemi frikë mos na bëhet agresiv. Okay. Elis, çfarë konsiderohet sukses tek një fëmijë jo verbal? Atëre, sukses të një fëmijë verbal ne do të quajmë çdo lloj përpjekje për të vendosur një komunikim. Do me thënë, si ta kuptojmë? Do ta kuptoj kështu, që po ujtë e tregoj unë me gisht. Do me thënë, më marrim një fëmijë që sapo ka ardhur, jemi në fazën e hershme. Dua ujtë ta tregoj me gisht. Çdo shprehje emocioni që ai kërkon të krijojë me ne, është një sukses, sepse edhe kjo në vetvete është një komunikim. Komunikim, po. Pastaj në faza terapeutike, vendosja e një komunikimi alternativ është patjetër që është një sukses. Me gjeste, po themi. Patjetër duke përdorur gjeste, duke përdorur mimikat, shprehit, çdo lloj përpjekje për të vendosur një komunikim. Që do të quhet një arritje për një fëmijë jo verbal. Më kujtohet në një rast, një fëmijë rreth 3 vjeç e gjysmë që erdhi në një vlerësim dhe pavarësisht se ti mund t'ia stopoje rrugën, domethënë nuk të vendoste asnjë kontakt me sy si formë komunikimi që domethënë shoh vendin që të kaloj. Dhe kjo ishte realisht shumë shqetësuese, se vetë natyralisht në momentin që edhe nuk kemi një fjalë ose një tregim, vendosja e kontaktit me sy ndoshta mund të jetë edhe komunikimi i parë. Po arrite atë, i ke arritur shumë gjëra. Është e komunikimi, kontakti me sy. Unë kam pas shumë sidomos me Marian, shumë të theksuar tek Marian. Mungesën apo? E kishte mungesë. Mungesë. Kur kemi arritur që të kemi kontaktin, që ai të më shikoj për atë që i kam thënë, atëherë kam thënë që ky i kupton gjërat. Sepse më duke sikur ai nuk kuptonte asgjë. Ose nuk e kishte mendjen, a? Duke sikur se kishte vëmendjen apo s'donte ta kuptonte, apo jo, po më shumë e kisha që nuk e kupton gjën. E kupton? Ai mbase e kuptonte, por unë nuk e dija sa kuptonte. Përderisa ai s'më ndiqte me sy. E kisha shumë vështirë me Marion. Kur kam arrit që të kemi atë komunikimin me sy, kam thënë që po, tani ka filluar të më kuptoj. Po me Mateo, ka qenë ndryshe? Mateo ka qenë më ndryshe, po, më komunikim, më të mirë ka pasur. Pavarësisht vështirësisë të folurës, por ka theksuar fjalë që në vëgjeli, do me thënë pak fjalë, por që tani më vonë ka arritur ti shtoj. Do të theksoj më falë që me binjakët ka qenë edhe një periudhë shumë gjatë e mosndjekjes terapeutike dhe kjo janë shkëputur, po. Shumë negativisht në zhvillimin e tyre. Jeta ime pak e komplikuar, do me thënë familjare, ka ndikuar dhe te kjo pjesë, ardhja ime në Tiranë nga Greqia, ku fëmijët ndoqën për disa vite shkollën atje, këtu izolova, pastaj largimi im prap në Francë me fëmijët për të mirën e tyre dhe për të ardhmen e tyre, do me thënë, prap ata ishin të stopuar se nuk arritëm dot atje që të merrnim, të pajiseshim me dokumenta dhe pa dokumenta, s'të merrte askush përsipër, s'të jepnin mundësinë për të shkuar në një qendër për të bërë terapi. Për të marrë gjithë shërbimin. Dhe shumë vite që u stopuan të dytjen dhe ajo gjë e vështirësoi akoma më shumë komunikimin dhe me pjesën jashtë. Jo sepse unë nuk i nxirja në shëtitje, në kudo që shkoja i merja, por sepse ata çdo kënd e konsideronin shumë të huaj. Jeta jonë e mbyllur, po, jeta jonë e mbyllur vetëm ne të tre, e kishin shumë vështirë, domethënë pranimin e dikujt tjetër në mes nesh. Por tani situata duket. Tani ka ndryshuar total, çunat shkojnë mirë, edhe në qendër shkojnë të qetë, kanë dëshirë me çunat atje, her mbas here përqafohen, kanë Marion as nga shtëpia nuk e nxirja dot sepse nuk donte. Nuk e nxirja dot sepse nuk donte. E kishte të pamundur të çojë nga krevati, e kishte shumë vështirë. Ndërsa sot shkon në gëzim, shkoja nga 10 minuta në qendër dhe do ikim në shtëpi, thash. Po, ne ikim në shtëpi vetëm për 10 minuta. Shkoja për ditë në qendër, për ditë derisa ai arriti që të qëndron atje gjithë. Është shumë e rëndësishme gjithë ndërhyrjes terapeutike që të bësh sa më miqësor ambientin e punës edhe të terapisë, që do vivi me qejf. Ndaj dhe Mario. Po, Mario e arriti me të gjithë stafin atje,
Është arritje shumë e përfshirë me madhe. të gjithë, Është arritje shumë e madhe. Për mua është arritje shumë e madhe. Jam shumë falenderuese. Brigildës dhe gjithë stafit. Shumë falenderuese. I thosha fillimisht Brigildës të arrita ngrej Marion nga krevati do jetë arritja më e madhe. E kisha, domethënë, thik në zemër që djali nuk ngrihe fare nga krevati, më dhem të shpirti, që pse djali ka që të ri shtri në krevat. Vetëm hante dhe shkon të shtri prap atje. Për sa kohë vazhdoi kjo situatë? Për shumë vite tash i shkoj 6-7 vite ajo pjesë. E kisha, më dhem të shpirti që djali zonte të çojë nga krevati, nuk pranonte njëri të hynte në shtëpi. As të ndërmerje të jepje diçka me dikë, ama asgjë, vetëm ne të tre bashkë kudo pa ndërhyrjen e askujt. Është një mrekulli vërtet sot. Për mua është arritje shumë e madhe. Jam shumë falenderuese. Valentina, një prind i cili ndodhet në situatën tënde, çfarë do t'i thoje? Çfarë këshille do t'i jepje? Duhet të bëhet shumë i fortë. Duhet të marrë forca për dashurinë që ka për fëmijën, duhet të bëj gjithçka. Unë këtë kam bërë për vete. Dhe them Zot faleminderit që më dhe forcën, e kurajën për të ecë përpara, dashurinë që kam për fëmijët, nuk e krahasoj me asgjë tjetër në botë, ata janë gjithë bota për mua. Kështu që duhet të marrim forca në shërbim të fëmijës. Dashuria për fëmijën është shumë e madhe dhe duhet të luftojmë për atë. Çfarë duhet të bëj shoqëria jonë më shumë? Çfarë duhet të kuptoj rreth personave të cilët ndoshta janë jo verbal? Shoqëria jonë do të kuptojë që komunikimi nuk është vetëm fjala. Do të kuptojmë që çdo person pas zë verbal prap ka mendime, ka emocione dhe ka nevoja të cilat ai duhet t'i shprehë. Pra, të gjithë duhet të mësojmë se si t'i kuptojmë dhe si të dëgjojmë këta persona. Përsa sot në shoqëri mungojnë shumë shërbime, mungon mbështetja afatgjatë, mungojnë shërbimet për adoleshentët dhe të rriturit, mungojnë shërbimet dentare, shërbimet mjekësore, edukimi në shkolla, edukimi i shoqërisë, janë probleme të cilat besoj çdo familje që ka të rritur me autizëm i has. Po, patjetër, kjo është një pikë shumë e fortë për familjet tona, sepse fëmijët kanë shumë probleme, sidomos me pjesën dentare, pjesën e shëndetit, në institucionet, në spitale, hasim shumë vështirësi. E pjesa dentare është ekstreme vështirë, çdo mjek na drejtojnë vetëm tek privati. Tek privati është e paarritshme për ne. Janë shumë shpenzime të mëdha për të bërë. Dihet që këta fëmijë kanë shumë probleme dhe çdo veprim që do bësh me ta bëhet në gjendje gjumi, me anestezi të plot. Kjo normal që ka një kosto shumë të lartë, është e paarritshme. Sidomos për mua që kam 2, është totale paarritshme. Po s'ka asnjë lloj zgjidhje. Duhet gjithë zgjidhje patjetër. Shteti duhet të ndërhyj. Të ndërhyj, të merret masa për këtë pjesë të na ndihmoj sepse është urgjente kjo gjë. Biles të rikujtoj një episod me Mateon, kishte dhimbje dhëmbësh edhe arriti me regres total në sjellje. Bërtiste nga mundësia për të folur e donte komunikonte me ne, por nëse ka bërë sinjale se kishte dhimbje, nuk dinte ta thoshte ose edhe i thoshte, por qëllonte veten nga ajo gjëja që sjellë. E tha në fund. Tha dhëmbi dhe ne kuptojmë që ai kishte dhimbje dhëmbësh. Sa mirë që ka arritur në fund që ta verbalizoi. Jo, duke qenë, domethënë që e kisha dhe shumë të vështirë këtë pjesën e ndërhyrjes tek dentistët dhe e mori përsipër një dentist, do t'i që arritëm me Mateon që ai ta bonte në gjendje të zgjuar. Në gjilpër, si pa anestezi, në gjendje të zgjuar i ka mbushur 3 dhëmballë. Domethënë që këtë gjë nuk e kisha menduar kurrë që do arrinte Mateo. Për Marion është e vështirë ta ulesh në koltuk, por Mateo këtë gjë e arriti. Dhe jam falenderuese dhe dentistit që na i bëri ato 3 dhëmballë, na i kanë mbushur. Dhe djali është shqetësuar goxha tani. Por që jo se mbaruan këtu problemet tona. Prap ata se dihet problemet e tyre të shumta që kanë,
u ndikojnë tek pjesa e dëmbet, e shëndeti i tyre, që nuk i kuptojmë se çfarë dhimbje ka. Dhe kjo është gjëja më e vështirë, se duke mos pasur atë shprehin që ti tregojnë se çfarë dhimbjesh ka, kanë, domethënë ato shpërthimet agresive, kanë ato din si ta shprehin dhimbjen e tyre dhe ne nuk mund ta kuptojmë dot. Ne kemi filluar të ndërtojmë një sistem komunikimi alternativ që ta përshtasim çdo njeriu që kemi në qendër. Ku konsiston nevojë. Çdo proces si task analysis, çdo proces ja u tregojmë vizualisht që ai ta mësoj. Fillojnë me identifikimin, pastaj me diskriminimin, derisa arrin mësohet në tërësi. Procesi edhe të shprehë nevojat edhe dëshirat e tyre. Në mënyrë konkrete që ta kuptojnë dhe ata që na ndjekin. Për shembull, i mësojmë ujin gotën me ujë, dua të pi ujë. Do thënë si teksi po e digitalizojmë. Në iPad. Në iPad, me marrë në iPad dhe po ndërtojmë programe të mësojmë çdo njeriu. Të paktën atyre që janë jo verbal. Ata që e verbalizojnë paktën ta tregojnë, domethënë atë nevojën e tyre me anë të. Në Gjermani, në një qendër ku kam punuar, kishin një sistem që quanin talker. Dhe ishin me foto dhe regjistroi zëri i dikujt tjetër në atë talkerin dhe fëmijët mësonin që persona që ishin jo verbal që të shtypnim ikonën e duhur dhe të verbalizonte pajisja, po themi, nevojën e tyre. Dhe ky ishte një mjet komunikimi si komunikimi alternativ, po. Është edhe në Shqip, e ka ndërtuar, nuk më kujtohet emri i aplikacionit, por e ka ndërtuar edhe në Shqip një program të tillë. Elisa, ndryshon komunikimi ndër vite dhe a ka një progres në moshë të rritur? Komunikimi evolon, ka disa fëmijë që arrin të zhvillojnë të folurin, disa që arrin të zhvillojnë komunikimin alternativ, por duhet parë edhe ana tjetër që në paktën nga eksperienca personale. Ndërhyrja e hershme, erdhi fëmia, mori terapinë, zhvilloi aftësitë gjuhësore, aftësitë njohëse. Më pas erdhi faza e adoleshencës apo mosha e rritur dhe kjo terapi është ndërprerë për një kohë shumë të gjatë dhe kur përballesh në një të ardhmen me këta fëmijë, ti sheh që e kanë humbur aftësitë gjuhësore, që kanë fituar aftësitë njohëse, do të thonë kanë pasur një regres. Po kjo është e vërtetë. Në vetvete adoleshenca është një fazë shumë e vështirë dhe shumë kritike për çdo të ri me autizëm. Kështu që mendoj kjo është e vërtetë, unë e di sepse kam eksperiencë me fëmijët e mi. Nga momenti që ata janë shkëputur nga terapitë dhe nga të gjitha aktivitetet që bëhej me ta dhe u izoluan, ama fillimi përsëri për t'u futur në terapi ishte ekstrem e vështirë. Duhet filloje prap nga zero. Ishte e njëjta gjë sikur kishe filluar nga zero. Fillosh nga zero, po do të është aq shumë e vështirë. Prandaj terapi duhet të jenë të vazhdueshme. Mendimi im si nën, duhet të jetë e vazhdueshme deri dhe në këtë moshë të rritur siç e kam unë fëmijë. Terapia nuk ka datë skadence, do të thoya, që vazhdon gjatë gjithë. Bravo. Kjo e njëjtit mendimi jam edhe unë. Fëmijët e të riu me autizëm. Sepse mund të punohet me aftësitë. Me aftësimin profesional, aftësitë sociale, mund të fitoj. Duhet të një vazhdimsi e terapisë, një vazhdimsi, mendoj unë, nuk ka, sepse ata total bllokohen. Kështu që ju bëjmë thirrje edhe profesionistëve, kolegëve, profesionistëve të rinj që ta shohin edhe këtë grup moshë si mundësi punësimi dhe ku të japin kontributin e tyre, sepse është vërtet një grup moshë që ka nevojë. Kemi pas raste fëmijë 12 vjeçar kanë arritur të fitojnë aftësi gjuhësore verbale. Jo thjesht komunikim me gjeste, por verbale. Kanë arritur të flasin. Mbas 12 vite i ka dëgjuar zërin për herë të parë nëna. Kështu që asnjëherë nuk duhet thënë jo, nuk arrin. Thjesht prindi, është e vështirë, por duhet të bëj durim. Është pjesa më e vështirë. Unë si nënë e di shumë që duhet ja këshilloj çdo nënë mos të ndërpresin terapinë. Është shumë e domosdoshme për fëmin. Prandaj pjesa e bashkëpunimit terapistë prind edhe fëmijë është shumë e rëndësishme. Sepse ti duhet të punosh me fëmijën, por ndërkohë duhet të trajnosh edhe prindi. Duhet të kenë të njëjtin rrugtim
si terapisti edhe prindi. Duhet bashkëpunim të dy bashk. Ato që ja mëson terapisti mos t'ia kthejmë mbrapsht prindi. Kështu që duhet një bashkëpunim shumë i ngushtë, shumë i afërt me terapistin. Prindi, nana, babai, të afërmit të gjithë. Mos të veprojnë në kokën e tyre, por me këshillim nga terapisti. Vetëm ashtu mund të arrihet, ndryshe s'arrin dot. Të falenderoj shumë Valentina që ishe sot me ne, të ndave këshillat e tua, kënaqësi për mua, eksperiencën dhe të gjithë rrugtimin tënd. Faleminderit ju që i trajtoni këto tema. Për ne janë shumë domosdoshme, ta shprehim edhe të dëgjojnë të gjithë prindërit e tjerë, dhe të shikojnë si do jetë rrugtimi i tyre. Do falenderoj dhe ty Elis që ishe sot me ne, ndave profesionalizmin tënd, këshillat e tua dhe shumë histori të bukura dhe frymëzuese. Faleminderit ju për nismën dhe që i trajtoni këto tema kaq sensitive për shoqërinë. Sot dam një mesazh shumë të rëndësishëm, që komunikimi nuk është vetëm fjalë. Komunikimi fillon me dëgjimin, fillon me pranimin, në dhënien e mbështetjes dhe të dashurisë. Ky është Ndryshe por bashk, shihemi të martën tjetër.